Në dhe rreth tryezës janë ulur student të kolegjit AB që po presin të kuptojnë më shumë rreth sfidave aktuale dhe të ardhmes ekonomike të Kosovës. Fakulteti Ekonomik zgjodhi 5 përfaqësues institucionesh dhe organizatash për t'ia ofruar këtë panoramë të pranishmëve. Oda ekonomike amerikane në Kosovë insiston se faktorët politik po e bëjnë më të vështirë zhvillimin e biznesit në vend. Policia sa shtete nuk e përbëjnë tërhartën politike të globit. Domethënë ka edhe 100 ose pak më pak se 100 shtete tjera, të cilat njojnë dhe të cilat po ashtu duhet ta sigurojmë, ashtu që pastaj ne të mos reflektojmë pasiguri juridike për investitorët e huaj. Arjan Zeka nga kjo ode liston mes tjerash edhe mungesën e fuqisë punëtore si sfidë. Domethënë po flitej diku për 9% të popullsisë që prej publikimit të statistikave të censusit të regjistrimit fundit në verën e vitit kaluar deri në këtë vit kanë ikur nga vendi. Domethënë po flasim për humbjen e potencialit më të madh. Këtu përmendet edhe nevoja për siguri energjetike. Kështu që janë disa investime të cilat edhe po donim na mi bo, edhe po t'jenë edhe investitor mi bo, nuk kanë ku t'kyqe. Ambasadori suedez në Kosovë, Jonas Westerlund, thotë se antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian do të jetë derë e re ekonomike për shtetin më të ri në kontinent. Ai shprehet i lumtur për përparimet në shkëmbimin tregtar mes dy shteteve. Mendoj që është një mundësi për të bërë biznes me Suedisë dhe Kosovës. Para se unë të vija në vitin 2022, ambasada suedeze nuk ka qenë fokusuar në tregti mes dy shteteve, me që thonin se është pamundur, nuk ka interes. Në paneli pranishëm që edhe drejtori i doganës Agron Lugaliu. Që kemi bë matjet, kemi vërejt që dikon 20% ka qenë rritja e transakcioneve përmes portit të Durrësit që në vitin e parë. Do më përveç që nga ka mundësu neve me kushy kohën e shpenzimit për bizneset tona dikon rreth 7 milion në vitin e parë, ka mundësu që edhe porti i Durrësit me qenë më konkurrues në rajon. Kosova është në listën e shteteve më të varfra të Evropës.